Përshëndetje, mirë se erdhi një episod tjetër këtu në Shkollën e Jetës. Atëherë sot doja të ndaj me ju, është një episod solo, doja të ndaj me ju do të flisja me ju pak më gjatë për temën e burimeve njerëzore. Si të siguroheni që në kompaninë tuaj ju të rishni talent të mirë, por të mbani njerëzit që patjetër ju performojnë mirë në punën e tyre dhe janë potencial për rritjen e kompanisë tuaj dhe për le të themi pozicione të ndryshme që ju keni potencialisht ndërkohë që kompania juaj rritet. Doja të ndaj me ju dy gjërat më të rëndësishme që unë kanë parë që i mban punonjësit ose skuadrën tuaj të karikuar mirë, por edhe shumë pjesë e vizionit dhe misionit që ju doni të shkoni përpara dhe të lumtur në vendet e tyre të punës, sepse në fund të ditës kjo ka rëndësi, ata punojnë me ju çdo ditë, kështu që nëse ata nuk janë të lumtur, patjetër besoj të gjithë e dim se sa investohet në burime njerëzore, se sa kona do që të marrim njerëz të mirë në punë, të trajnojmë ata, të derdhim shumë energji dhe kur këta njerëz nuk funksionojnë, le të themi, ose nuk shkojnë afatgjat me ne, patjetër që na kushton shumë kohë dhe burime kur vjen puna për ku të vendosim ato resurset e ndryshme të kompanive që në kompaninë tonë, sepse në fund të ditës çdo gjë duhet që të sjellim mbrapsht një kthim në investim, ndryshe jemi duke fokusuar në gjën e gabuar, në momentin e gabuar në zhvillimin ose në rritjen e kompanisë ose biznesit tonë. Atëherë, dy gjërat më të rëndësishme që u kam marrë nga eksperjenca ime mbi 20 vite në korporatën që kam gjitur shkallët pak një nga një dhe qindra plus biznese që kam ndihmuar për të rritur, janë njerëzit duan e para është vlerësimi dhe e dyta njerëzit duan status. Këto janë dy faktorë shumë të rëndësishëm që na driving neve, le të themi është si motori makinës që na bëjnë të çojmë na bën neve të çojmë përpara, le të themi qëllimet që ne kemi më të rëndësishme dhe siç e keni dëgjuar mirë, jo, nuk është paraja, sepse gjithë mendojmë që është paraja ajo që mban njerëzit rreth nesh, por paraja është ajo pjesa e parë. Por që t'i mbajnë njerëzit afatgjat, njerëzit duan që të jenë pjesë e një ambienti pozitiv, por dhe një ambienti ku ata vlerësohen. Nëse keni gjenerata të ndryshme të skuadrave tuaja kur vjen puna për moshën e tyre, ne të gjithë vim nga një gjenerat të prindërve që nuk na kanë vlerësuar mjaftueshëm. Dhe tani çfarë ndodh është produkti i asaj gjenerate, janë njerëz që tani janë rritur, fëmijët e rritur, le të themi të asaj gjenerate ose të gjeneratave të ndryshme, sepse varet edhe nga formimi i prindërve, nuk është gjithmonë e dhënë me pjesën e gjeneratës, por varet nëse prindët tuaj janë vlerësuar nga prindët e tyre do t'ju vlerësojnë, nëse nuk janë vlerësuar nuk do t'ju vlerësojnë, është pjesë e psikologjisë. Kështu që po thoja që kemi njerëz sot që kanë shumë nevojë për vlerësim nga njerëzit me ata të cilët punojnë, sepse jo vetëm që nuk janë vlerësuar mjaftueshëm nga prindit e tyre, sepse prindit janë influenca më e rëndësishme në rritjen e dikujt, por edhe nuk e kanë dhe vetë vlerësimin e zhvilluar, që do të thotë që kërkojnë shumë vlerësim nga jashtë. Dhe në rastin tuaj, patjetër që është skuadra juaj, kështu që ky vlerësim vjen nga njerëz të ndryshëm që ata punojnë së bashku në kompaninë tuaj, apo dhe leadershipi dhe njerëzit që janë, le të themi, në pozicione më të larta. Dhe vetë vlerësimi është një nga gjërat që i bën njerëzit që të punojnë mirë, të ndihen të vlerësuar, por edhe t'ju japin maksimumin kur vjen puna për performancën e tyre, sepse në fund të ditës ekziston ligji i reciprocitetit që nëse jep merr. Kështu që nëse vetëm i kërkoni punonjësve tuaj të merrni, të zgjidhin probleme, jepni gjithmonë sa më shumë punë, edhe mungon vetë vlerësimi, atëherë ekuacioni nuk është i balancuar dhe njerëzit do ndihen sikur ju nuk i vlerësoni punën që ata bëni dhe çdo herë që ju i shihni ata, keni diçka të re për t'i kërkuar. Dhe nëse kjo bëhet vetëm në një anë ekstreme, atëherë njerëzit do ndihen sikur ti nuk vërtet nuk don't care about me është anglisht, por domethënë ti nuk e çan kokën për mua si njeri. Më shikon vetëm si një numër, vetëm si një rol, vetëm si pozicion, sa të marrësh sa më shumë nga unë, kështu që nuk duhet ta anashkalojmë këtë lloj ekuacioni që nuk është i drejtë në fakt, sepse kur kemi të bëjmë me burime njerëzore, kemi të bëjmë me marrëdhënie njerëzore në fund të ditës, kështu që jemi njerëz. Kjo është gjëja numër 1. Pjesa e dytë është statusi. Statusi është shumë i rëndësishëm, besoj të gjithë e dim, sepse njerëzit më shumë jetojnë për status,
për t'i dukur mirë njerëzve të cilët ata kanë vlerësim për ta njerëz, prindërit, shoqëria, njerëzit e afërt, komuniteti i tyre i vogël, komuniteti i tyre i madh, kështu që njerëzit kanë shumë nevojë për status, për t'u ndjerë, sikur gjëja që ata bëjnë është shumë e rëndësishme, jo vetëm në familjen e tyre, por edhe në shoqëri. Kështu që kur e bëni pjesë statusin, le të themi si pjesë e strategjisë ose pjesë e kulturës tuaj, në punën tuaj ose në kompaninë tuaj, atëherë keni siguruar që jeni duke fokusuar në dy gjërat më të rëndësishme që i mban punojësit afatgjatë, i mban ata të zhvilluar çdo ditë dhe që të përmirësohen çdo ditë, dhe në fund të ditës unë them që ai produkt çfarë do bëjë do kthej mbrapsht tek vendi i punës që ata janë. Sepse nëse do i quajmë njerëzit produkt, se në fund të ditës gjithë produkt jemi, prodhojmë, produkti prodhon. Kështu që nëse produkti prodhon mirë, atëherë patjetër që jo vetëm që ata bëjnë të mira, sepse nëse keni një kompani të shëndetshme që beson në atë gjë që bën, ata janë të fuqizuar për të bërë më mirë në kompaninë e tyre, dhe patjetër që janë duke arritur të qëllimet e tyre personale, se në fund të ditës secili merr vendimet në sferën e tyre ose në atë botën e tyre personale, dhe pastaj faktorizohen me kompani të ndryshme ose me qëllime të tjera të ndryshme. Për që, siç thash, nga eksperjenca ime me 20 vjeçare kam parë të përsëritet në çdo kompani, nuk është paraja që i mban njerëzit afatgjatë, që zhvillon talentet e mira në kompaninë tuaj, por është vlerësimi dhe është statusi. Janë dy gjërat shumë të rëndësishme. Atëherë besoj kaq për këtë episod. Nëse kërkoni një konsulencë për burime njerëzore të kompanisë tuaj, nëse jeni duke mos gjetur njerëzit e duhur, nëse nuk dini se si të keni proceset e duhura për të marrë njerëz të rinj në punë, për të trajnuar njerëzit që keni dhe për të zhvilluar talentet tuaja, atëherë mbase është mirë që të bisedojmë për një konsulencë falas për burimet tuaja njerëzore. Burimet njerëzore janë gjëra më e rëndësishme kur rrisim çdo gjë, sepse nëse nuk kemi njerëzit e duhur, atëherë neve do kemi shumë bariera në kohën tonë dhe do pengojmë zhvillimin e kompanisë tonë, qoftë nga paraja dhe shitjet, por edhe nga ana kohore që unë kam parë gjë më rëndësishme në fakt fund të ditës. Kështu që nuk kemi nga të ana shkalojmë, burimet njerëzore janë gjëja më rëndësishme që ne kemi dhe është mirë gjithmonë të investojmë tek njerëzit që punojnë për ne në mënyrë që edhe ne të marrim mbrapsht patjetër produktivitetin përmes pozicioneve që kemi krijuar. Faleminderit që më ndoqët, mos harroni ta ndani këtë episod me njerëz që mendoni mund të jetë e vlefshme për ta dhe të lini një review. Do shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim.